الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين على رسولنا محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Allahun e falendrojmë për udhëzim që na ka dhënë. Allahun e madhrojmë se ai meriton të madhrohet dhe të lavdrohet. Atij i për ulemi se vetëm ai meriton për uljen dhe për kuljen ndaj madhnisë Allahut. Allahun e falendrojmë që na ka dhënë mend dhe shnet dhe na ka bërë nga ummeti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, njeriu më i dashur, krijesa më e dashur e Allahut. Në këto momente së bashku i çojmë pas falënderimit mbi Rabbul Aleminin, i çojmë salate dhe selame Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati i pranishëm, në këtë moment ku pranohen lutjet, kemi ardhur për ta lutur ai që meriton dhe i plotson lutjet tona. Lutjet tona ja dedikojna madhnisë Allahut me zemër dhe me gjuhë, duke i thënë Allahut ton: o Allah, na fal gjunahet neve, prindërve tanë dhe gjithë muslimanëve anën ban, ja Rabbel Alamin. Elusim Allahun e madh për piksënimin më të lartë që Allahu na ka kriju për ta madhruar Allahun edhe për ta arritur kënaqësinë edhe shpërblimin e Zotit. Ajo është kërkimi më i lartë ndaj madhnisë Allahut. Allahu nasip na bëj xhennatul firdausin. Edhe Allahu na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Amin. Jeta është me shumë sprova dhe të shku ka Kiameti, të shtu ibtilat. E Allahu në Kur'anin famëlar thot: tibyanen li kulli shay. Allahu ka sqaruar çdo sen në Kur'an. Edhe kompletimi i këtij shariati janë porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kemi fjalën: sot jetojna në kohën e sprovave dhe belave dhe ibtilave që çdo ditë shtohen. Dhe askush prej juve nuk është qëtun me zhlisin ton, në xhaminë ton, që nuk ka dikush ndonjë telashe dhe ndonjë sprov. Dikush ka sprov me fukarallok, dikush me borxh, dikush me shnet, dikush me evlad, dikush me hasëm, dikush me tjerë e ashtu me radhë. Por porosia ime e parë është ibtilaja më e madhe është mos me njoft Zotin, mos më kanë musliman. S'ka ibtila më të madhe. E kur ti thush Allahut, Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, atër këtë gjanat janë tjera më të vogla. E ne kemi besu Allahun, edhe ky besim të ban të fort edhe ndaj sprovave dhe ibtilave që i ke. Prandaj ta falendrojmë Allahun që Allahu na ka bërë musliman. Allahu na ka dhënë mend. Allahu na ka kriju në familjet muslimanëve që e madhrojmë Allahun. Ibtilaja e parë është nëse njeriu neudhubillah nuk është musliman. Kjo është më e keqja ibtila. E dyta, ibtilaja e mendjes. Allahu margaritarin më të çmueshëm njeriu t'ia dha mendjen. E mu kanë isprovu njeriu, edhe hin boban shejtanit ja mendjen me qira dhe ja menaxhon, nuk ja nënshtron Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Ajo është ibtilaja e dytë. Ibtilaja me radhë janë ibtilaja e trupit të shnetit. S'ki vakt më marti as me lutje, as me xhami, pse se ki dhimbje në trup. Allah i dha shëndet smurve, ja Rabbel Alamin. Ibtilaja tjetër është me mall, ibtilaja tjetër është me evlad dhe ashtu me radhë. Ama këto janë pjesë të natyrës që ne kemi mos provu, siç thot Allahu në Kur'an: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf." Keni mos provu diçka njerëzit nga friga, e dikuj keni më marr pasurinë, dikon keni më bë të varfër, dikon keni më marr të dashurit e familjes, wa bashiri sabirin, dhe merri mysh dhe njerëzve sabërli. Mesazhi i hutbës është çka më bën këtë kohë fitneve të sprovës. Abasi radiallahu anhu te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i tha: ja Rasulullah, allimni duan adu bihi. O Muhammed, o i dërguar i Zotit, ka zëmë një dua që unë shpëtoj nga këto sprova. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: is'alillah al-'afwa wal-'afiya fi ad-dunya wal-akhirah. 3 herë me radhë. Ju drejtu dhe tha: lute Allahun el-affa për shëndet,
wal afia, shpëtim dhe siguri. Dhe nëse njeriu ka shnet dhe ka siguri, si duhet kur çdo tjetër. Nëse je në sigurinë e Allahut, e kush do ti më të siguru më shumë se Allahu? Ti të siguron një bodyguard, ty të siguron një kapital i jetës tënde, ty të siguron një fuqi e jote. Kit përfundon një ditë. Nëse nuk je në mbrojtjen e Zotit, ti je humbur. E prandaj belaja më e madhe është një largu sigurimit Allahut. Atëherë drejtoju edhe qysh me largu belajën, qysh me largu sprovën këtë kohë të fitneve, porosi për mua dhe ju. Lutni Allahun shumë me këtë dua, duke i thënë Allahut, shife, 3 fjalën. E para është Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiya fi ad-dunya wal-akhirah. O Allah, prej teje kërkoj shpëtim, siguri, garancion prej Allahut dhe shpëtim. Shëndet, siguri, garancion prej Allahut. Kush t'i jep këta? Veç Allahu. Atëherë Allahut ka kriju ty mu me lut Zotin, jo krijesat. Çfarë herë Allahun lute? Shton e lutjen tek Zoti kush ka lloje të ndryshme të belajave, të ibtilajave, ta lut Allahun që Allahu t'ja hek prej mendjes, t'ja hek prej zemrës, t'ja hek prej problemit të përditshëm të ashtu me radhë. Thot Ibn Taymija rahimahullahu taala, ad-du'a aduvul bala, armiku i belave që i shkatërron belat është duaja. Kush e largoi Firaunin, Ebu Gjehlin, duaja Muhamedit a.s. Firaunin, duaja Musës a.s. Ibrahimin me Nemrudin, duaja Ibrahimit a.s. Dhe krejt këtë janë dëshmi, kush don me largu belan, mos ta largon duan. Largimi i belas vetëm se me dua starton edhe mbështetjen tek Allahu i Madh. E dyta është istighfari. Ndonjëherë belat vijnë për shkak të gjunaheve. Atëherë istighfari t'i jep forcë për të larguar nga belaja. T'i jep forcë, energji, e ke bën. Është belaja evidente. Atëherë shtoja istighfarin mas duas. Istighfari është një prej ibadeteve që Allahu të vën të dashurin e tij, Allahu ta largon, kompenzon belan me mirësi, edhe ti mbështetesh tek Allahu duke i thënë Allahut astaghfirullah wa atubu ilej. E treta, duaja largon belan. Istighfari e largon belan. E treta është aduvul bela, është es-sadaqa. Sadakaja. Shëroj njerëzit ose largoj belat e tua duke e bën shprehi. A ke arë në xhami pa, a ke pa një dikan të varfër pa, a e kini kujshi të varfër pa, a e dini të smut pa, a e dini hallegji pa, shtrija dorën. Qaja sadaka, ndoshta ka mundësi më të ndodhë ndonjë kader, ndonjë ibtila, sadakaja në shkak për më të mbrojtë Allahu. Prandaj, duaja, istighfari dhe sadakaja dhe e funit, bamirësia në përgjithësi, se ai i cili e mbron dikan, i ban mirë dikujt, Allahu e mbron ata dhe e ruan ata. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kuptim të hadithit, men satara musliman satara Allahu yawm al-qiyamah. Kush jam lan, kush e ndihmon dikan, Allahu e mlon dhe e ndihmon ditën e Kiametit. Prandaj këto janë 4 faktorë kryesor të largimit të belave. E lutim Allahun në këtë ditë ku pranohen lutjet, Allahu t'i largon belat e tona ya rabbel alamin. Allahu ta ruan fejen ton që është më e shtrenjta. Allahu ta ruan mendjen ton, Allahu ta ruan shëndetin ton. Allahu t'i ruan evlatët ton, Allahu t'i ruan musliman kudo që të jenë. Allahu ta ruan pasurinë ton, Allahu t'i ruan rinin ton nga syni i keq dhe nga çdo kurth që servohet. Belaja është pjesë e jetës, ndërsa këto 4 faktorë që i përmendëm janë shkaku i largimit të belave. E lutim Allahun nga kjo xhumë të dalim që Allahu t'i largon brenga dhe belat e tona. E kulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.